Këtë profesion do ta përshkruaj që është një profesion shumë i bukur, shumë i rrallë, dhe më vjen keq që sot nuk kam shkollë ose kurse për këtë gjë. Përshëndetje, unë quhem Ervin Ziu, jam prej 8 vitesh me detyrë kinomekanik pranë arkivit të filmit. Sot do ju tregoj një ditë nga puna ime këtu. Dikur, kur unë isha më i ri, në moshën 14-15 vjeçare, dhe punoja ria mbrapa Timeti, punonim me këto aparatura, KPT Stabën, që kemi aparatura ruse dhe aparatura kineze, dhe në për këto aparatura, kur bëheshe montimi i filmit, montoheshe nga një akt e një akt. Në çastin që fillonte akti i parë tek njëra prej këtyre, në moment që ishte fundi, duhet të shkoje me vrap të bëje ndezjen e aparatit të dytë për të filluar akti i dytë e me radhë, varet se sa i gjatë ishte filmi. Me 3 akte, 5 akte, 10 akte edhe më shumë. Këtë profesion e kam falë babai tim, i cili ka pas qenë kinomekanik në për kinemat e Tiranës, dhe unë që në moshën 12-13 vjeçare shkoja mbas tij, ku i matë ma dha këtë zanat, dhe sot kam 8 vjetë që jam pjesë e arkivit të filmit, dhe që prej vitit 1993 jam pajisur me patentën e kinomekanikut, e cila tregon për profesionin tim që unë kam të drejtë për ta ushtruar. Dhe puna e kinomekanikut konsiston në marrjen e filmit 35 mm, sot që kemi aparaturat të reja bashkohet në një i vetëm, dhe bëhet projekcioni në sallë i filmit. E vetmja porosi që më jepte i matë ishte që të bënte drita, të ishte shumë e rregullt, dhe dritën për ta parë që ishte shumë e rregullt, këtu ka një pasqyrë të vogël, që ishte për të diçka që duhet të ishte shumë e saktë, dhe kjo pasqyrë rezatonte një dritë, e cila dilte nga këtu brenda, ku ndodhen 2 karbona pozitiv dhe negativ, duke u bërë bashkimi i këtyre që të dyjave, këtu dilte një rrezë drite. Dhe kjo rrezë drite duhet të ishte në mes të 2 vijave që për të dalë drita sa më e saktë e filmit. Dhe për të bërë bashkimin e elementëve të ndezjes, ka pas qenë kjo levë këtu, e cila është akoma funksionale, dhe duke lëvizur këtë, dhe ka qenë dhe një levë tjetër që është mbrapa, që njëra është për negativin, tjetra është për pozitivin, duke i lëvizur të dyja këto u bënte bashkimin. Duke u bërë kjo, bëheshe ndezja e dritës dhe drita reflektonte këtu lartë. Se nëse këto nuk ishin në qendër të kësaj, filmin që ti mund ta shfaqe dilte me hije, nuk dilte shumë e pastër pamja. Si proces, funksionimi për të bërë një shfaqje filmi me këto pajisje, tani varet se sa akte film mund të kishte një, mund të kishte me 5, me 6, me 7 ose 10 dhe më shumë. Për të javu thënë sa më qartë, po kaloj te këto aparaturat e tjera, se janë më të sakta, më i kompletuar, u merrte njëri akt filmi dhe montoheshe këtu brenda. Akti i parë i filmit. Dhe filmi kalonte nëpër aparaturë, kalonte në këtë pasqyrë, e cila ishte pasqyra ku dilte drita, dhe këtu përpara ka pasur një objektiv të madh që sot nuk është. Dhe pasi bëheshe montimi i komplet filmit, filmin në fund, mbasi aparatura e merrte, mblidhej tek kjo kaseta tjetër. Dhe në çastin që ishte fundi i aktit të parë, neve e kishim montuar aktin e dytë tek pajisja tjetër. Këto pajisje kanë pas qenë në një formë të vëna, që nëse unë isha në këtë krah, duhet pa tjetër për të parë që ishte fundi i filmit tu që të bëja ndezjen e pajisjes tjetër. Dhe kështu shkonte me radhë i gjithë filmi, varet se sa akte kishte, mund të kishte 5, 7, 10 edhe më shumë,
duke nisur akti parë, i dyti edhe me radhë, nëse montoj akti parë, i dyti, këtu i treti, i katri, i pesti, i gjashti, deri në fund sa akte kishte filmi. Kurse sot, që jemi këtu, nuk kemi më këtë lloj pajisjesh, por kemi do në pajisje më të re, Enerman 18, Gjerman, dhe filmi sot montohet në një bobin të donë vetme. Komplet aktet e filmit mlidhen tek ajo të tëra dhe shfaqja e filmit bëhet komplet siç është. Nuk ka më nevojë që unë të kaloj nga njëra pajisje te tjetra. Është vetëm një donë pajisje. Që në kohën që unë kam qenë në Kopës, derisa jam rritur, kam vajtur 13-14 vjeç, që rria mbas Timetit, shokët e mi luanin për jashtë. Kurse unë rria mbrapa babait tim, ku kupton mësova këtë don zanat që e kam sot. Në 98, unë jam regjistruar për të veshur si ushtarak. Dhe i mat nuk e priti mirë se më tha vazhdo këtë don profesion. Por duke qenë të rinj, duke parë dhe vendin e punës që do të shkoja në donë polici ushtarake, parnova, kalova aty. Dhe punova rreth 20 vjet. Dhe përfundimi është që unë lash punën atje dhe ju ktheva kupton profesionit tim. Dhe ka qenë dhe një gjë e bukur që unë kur shkoja nëpër shfaqje, nëpër kopshte, kam pasur një don aparat si puna këtij që është këtu, por model tjetër FKL3 quhej, dhe sa hyja nëpër kopshte, fillonin që të gjithë me fjalë fëmijët që ishin, erdhi Xhaxhi Dhori, erdhi Xhaxhi Filmi, se i mat quhet Dhori, Theodor Ziu. Dhe sot kam akoma njerëz që mund të jenë dhe mosha ime, dhe që e dinë që Dhori është babai im, tregojnë ato vite kur i mat shkonte bënte shfaqje nëpër shkollat e tyre, kopshe, gjëra. Dhe thonë si është, më pyesin. Ka shumë që më pyesin dhe i kujtojnë ato vite, domethënë, që kur i mat shkonte bënte shfaqje filmi. Në atë kohë që kam bërë dhe unë shfaqje, ose që shkoja mbas babait, ka qenë filmat animacione. Ka qenë filmat Pipi Ruku, ka qenë Mirela, ka qenë Ale Purush, kanë qenë shumë filma tonët, Ndodhit e Çufës. Sot mos them që mund të kem shfaqur përsëri këtu për kopshtet që vinë shikojnë film këtu te ne. Po ato filma. Këtu tek ne vinë shpesh herë fëmijë të kopshave, të shkollave dhe neve ju ofrojmë shfaqje të filmave tanë që kemi këtu dhe i lëm dhe ata për të bërë zgjedhjen e tyre që çfarë filmi kërkojnë për të parë. Një nisëm pozitive që ka marrë tani arkivi i filmit është dhe restaurimi i filmave dhe shpresoj që kjo nisëm të vazhdoj për një kohë të gjatë si pjesë e trashëgimisë kulturore. Tani do të futemi në njërin prej vend ruajtjeve tona, ku temperatura e ruajtjes së filmit brenda është nga 7 deri në 10 gradë. Kjo është një kopje e filmi dokumentar, e cila është me titull Në përmetin e 24 majit dhe është me 2 akte film. 2 akte film, mund të shkojnë rreth 15-20 minuta, varet nga metrazhi i filmit.
Tani dua t'ju tregoj për punën time që unë bëj gjatë ditës këtu. Për marrjen e filmit në vendruajtje dhe montimin e tij në aparaturën 35 mm. Sot do marrim këtë film për t'i bërë montimin tek dhoma e projekcionit në aparaturën 35 mm. Doja për t'ju shpjeguar që titulli i një filmi nuk gjendet me titull, por gjendet me kode. Kodet janë këto, në bazë të këtij numri, 41 pozitiv 737, gjendet titulli i filmit. Dhe titulli i filmit është i vënë sipër kapakut. Dhe po ta shikoni, edhe këtu ku është vendosur titulli, është vendosur dhe kodi i filmit. Dhe ku është dhe kodi këtu, 41 737. Tani shkojmë përsëri te zyra e projekcionit, ku do bëjmë dhe montimin e këtij filmi, për të parë dhe procesin e punës aty. Në kohën që unë kam punuar, në ato vite, flas para 93-shit dhe mbas 93-shit, kur ishin këto kinema, kishte shfaqje dhe njerëzit shkonin. Edhe sot ka, po nuk është më kjo nostalgji që tregon filmi Shiri 35 mm. Sot gjitha kinemat që janë punojnë me projektor. Nuk ka më filma që të bëhet shfaqje me Shiri 35 mm. Tani do ju tregoj montimin e filmit në bobinat e aparatit të filmit 35 mm Enerman dhe bëhet gati për shfaqje. Procesi i filmit fillon me montimin e rregullt të mbledhjes së filmit, e cila kjo duhet vendosur në krahun tjetër. Dhe pjata vendoset këtu. Tani do marrim filmin dhe ky film pasi është kontrolluar nga vajzat e kontrollit të filmit, është lënë dhe filmi është lënë në fund, nuk është në fillim, e cila bën të mundur dhe bashkimin e filmit. Për të bërë bashkimin e këtij filmi që na dali në rregull, në fillim, fillojmë nga akti i dytë, meqense filmi është me 2 akte. Fillojmë nga akti i dytë, montojmë aktin e dytë, i cili është në fund. Do marrim bobinën e madhe, do ta vendosim në vendin e saj. Tani do marrim shiritin e filmit dhe do ta vendosim tek bobina e madhe. Bëjmë ndezjen e elektromotorit, e cila është elektronike dhe e komandojmë për të bërë mbledhjen. Do të hequr kjo ngjitja e vjetër. Gërvishet mund t'i ketë filmi, se normal mund t'janë janë filma të domën vjetër, nuk janë filma që janë bërë sot. Nëse filmi ka çarje, duhet ngjitur, për riparuar ajo ngjitje dhe vazhdohet, montohet në aparaturë. Tu bëjmë bashkimin që të jetë në kuadër.
vendosim edhe në krahun tjetër. Tani pasi u bë dhe ngjitja, filmi mund të kalojë normalisht në aparaturë. Një kinemekanik i mirë duhet të jetë preciz në punën e tij dhe kinemekaniku duhet të ketë shumë kujdes në bashkimin e filmit, të mos prej filmin kuadrat. Nëse ai e pret filmin dhe del gjatë shfaqjes, del gjysmë. Pasi montuam aktin e dytë, do t'i heqim bishtin. Të bashkohen, të dali kuadër në kuadër. Këtu ku është bërë ngjitja, me bishti me filmin, po këtu neve do t'a heqim. Dhe tjetra është montimi i filmit. Nëse filmi montohet gabimisht, del që kur ti fillon shfaqjen, del me kokën poshtë filmi. Tani marrim aktin tjetër të filmit. Ky është akti numër 1, i cili bie të jetë fillimi i filmit. Dhe gjatë kalimit të filmit në bobinë duhet parë nëse filmi ka të çara. Nëse filmi ka të çara, duhet ndalur dhe duhet ngjitur ato të çara. Për arsye se gjatë shfaqjes, kur kalon nëpër ingranazhet e aparaturës Enerman 18, krijon çarje dhe kputje të filmit. Po ashtu tani dhe me aktin numër 1 duhet t'i heqim bishtin. Vendosja e filmit në çastin që bëhet montimi, bëhet me kokë poshtë. Dhe pasqyra që ka brenda, aparatura bën kthimin e saj në pamje të rregullt. Pjesa më delikate është tani bashkimi i filmit nga akti në akt dhe filmi, kur bëhet bashkimi, duhet të korrespondojnë në të njëjtin krah. Për arsye se nëse shikoni pjesën e gjerë, këtu lart, tu është komplet kolona zanore quhet, e cila është zëri e gjithë kjo pjesa e bardha. Tani është e bardhë, mund të jetë me një vizë ose 2 a 3 viza të donë zeza dhe tregojnë kolonën zanore. Kur e marr këtë, domethënë shirit për ta ashtu montuar, më ashtu kujton ato vite kur unë e bëja. Që kisha kputje të filmit, jo siç e bëj sot që montohet i gjithë filmi këtu dhe shfaqet. Vetëm nëse është film më i gjatë që kalon, kjo mban deri në 10 akte, si puna kësaj. Nëse është një film më i gjatë, bëhet me 2 pjesë. Montohet njëra pjesë deri në fillim të kësaj dhe pjesa që mbetet në një bobinë tjetër. Dhe ndalohet filmi, montohet pjesa tjetër dhe vazhdon filmi përsëri. Tani po bëjmë bashkimin e tij. Dhe bashkimi u bë. Tani për të kuptuar se ku ndahet akti i parë me aktin e dytë, do t'i vendosim një ngjitse dhe shënojmë A1, që do të thotë akti 1. Dhe këtu është një ngjitësia që do të thotë që fillon akti 2 dhe këtu bëhet ndarja kur unë të bëj çmontimin e këtij filmi. Për ta ndarë, për ta kaluar përsëri nëpër kutitë e tyre. Kam pasur shumë raste ku kam pasur incidente si ikje dritash, si kputje e filmit, shiritit, nga aparatura, dhe kputja e filmit vinte nga filmi i vjetër, nga që filmi ishte shfaqur në shumë vende të tjera, në shumë aparatura të tjera, dhe filmi kishte krijuar çarje, dhe vinte një farë kohe që ai film shfaqej, por kputej. Dhe u desh që të bëje një pauzë, ndalesë, për ta shukaluar shiritin. Dhe kjo bënte që një pjesë e filmit humbiste për pak sekonda të filmit dhe fillonte në një plan tjetër filmi. Këto kanë qenë gjëra që ndodhin. E rëndësishme është dhe kjo që unë tani jam duke mbajtur filmin dhe nëse filmi ka ndonjë të çarë, dora e ndjen dhe unë duhet ta shumë ndaloj për bërë ngjitjen dhe riparimin. Tani filmin e kemi në rregull dhe e kemi gati për ta montuar në aparaturë dhe tregon dhe vendosja e shiritit, e cila tregon që filmi është me kokë poshtë, ku duket që qiellin e kemi poshtë dhe toka është lart. Që
që do të thotë që filmi është okay për t'u montuar. Tani afrohemi afër aparaturës 35 mm dhe bëjmë heqjen e kësaj bobine, e cila do të montohet në krahun tjetër të aparaturës. Kjo montohet në këtë krah për arsye se këtu bëhet mbledhja e filmit pasi kalon nëpër aparaturën. Sot shumica e kinemave që bëjnë shfaqje me digital dhe kanë më të thjeshtë. Është më e thjeshtuar se sa të bësh një film me aparat projeksioni 35 mm. Tani do marrim pjesën tjetër ku është vendosur dhe filmi dhe do ta montojmë në krahun ku hoqëm bobinën bosh. Mendoj që ky profesion duhet të ruhet për arsye se bukurinë që ta jep me emocionet që të jep filmi në kinema dhe shfaqet me këto lloj aparaturash është një gjë shumë më e bukur se sa një film që ti mund ta shohësh me një projektor. Marrim shritin për të bërë kalimin e tij nëpër aparaturë. Vazhdojmë montimin tek shoqëruesit. Tani kjo është pjesa ku do bëjmë montimin e filmit brenda aparaturës. Kanalet të tyre, që të bëjë dhe tregje, mos bëjt putjen e filmit. Përpara se të kalojmë filmin në bobin, bëjmë ndezjen e aparaturës. Tani kalojmë filmin në aparaturë. Do bëjmë rregullimin e krahut tjetër për ta futur në freksion quhet, e cila bën dhe tërheqjen e filmit. Ky krah bën tërheqjen e filmit që e kalon filmin lart e kalon filmin në krahun tjetër. Tani jemi gati për ta ndezur aparatin. Vazhdojmë. Tani duhet të rregullojmë kuadrin. Filmi është film i vjetër dhe film shumë i thatë, pa ne edhe bën to këcitje. Në memorie. Kujtimet e mia më shumë i kam në memorie se sa në video. Dhe mund të them që kjo është domethënë intervista e parë me video që unë jam që bëj. Do kisha dëshirë domethënë që dikujt t'ja lija këtë si trashëgimi, mbase edhe në një nga fëmijët e mi, po nuk besoj sot për sot. Shpresoj të mbarem mend mirë për punën time, pra që sa unë kam kontribuar dhe do vazhdoj të kontriboj për punën time këtu dhe për t'i lënë dikujt zanatin tim që ta ketë nesër.